Është koha e hapësirës me të rejat e showbizit, të cilat do t'i kuptojmë nga kolegu Agon Rexhepi, Agon mirë se erdhe. Atësi. Po ashtu kemi edhe kolegun tjetër nga Miftar Zeinullahu, gazetar këtu në Klan Kosovë. Mirë urkohen. Në qesi, pjo thë mund kështu. Po, mirë se erdhe, faleminderit shumë. Agon, mu ka bus 100 vitrinat që kjo epizodat e... Veç sezona e parë është. Sezona e parë. Veç sezona e parë është. Disa epizodet tjera. E kam përshtimin që po veç sezona e parë është. Titull e kam këto, epizoda 11 Kloe Eli. Klodi... Edhe Eliona, Kloe Eli njën si jamër. Po, sot është epizoda 19. Dita 11 që flitet për dramën e tyre të fundit. Po qëre, do në zamër, na e kemi përmen që ka me qarkullu për një kohë gjatë gjatë si personajë, po mos harrojmë që se cili Big Brother i rifreskën pa ka shumë personajë për cilat flitet, ndonse këta jam i bindin që kam në vazhdu me pas një përmen një shumë të madhe. Vishë shka po të më fytë? Lutëm. Si janë të e bu, vishë pse na jem të diskutu qëtu? Unë në fakt mendoj që po, dore në zamër, nësë me gjithë modestin, emisioni mëngjesit, po edhe pjesa showbizit kanë shkushmëni të jashtë zakonshme. Dhe shumë shpesh na kemi pa që me njëherë masi ka përfundu emisioni, kanë reagu ftyra publike për cilat na flasim këto, kudion e kanë fillu portalet e tjera me shkru, kështu që me shumë gjasët na përsinë. Në mendjen shtu në djele, me qenë se nuk jemi, shurat po ka reagime, edhe vërtet përshatu me bu një analizë edhe te kalujmë që të epizod nga pajto. Interesant. Për ndishë në shavesh me të regu se qka ka ndodhë kësaj here, atër ka qenë Klodi në fakt a i cili është duke i thonë disa gjana ose përbën disa përshkrime që përlojme në kuptu pak më shumë gjana të tjera. Për shembull është kjo fotografi e ti të cina i pëson një story dhe thëtë se qysh më gjenë mua akuzat të juja, ose akuzimet të juja. Pra përveç kësaj, a i ka bo dhe një postim tjetër me disa fotografi ku shqiet djetë që ka qenë dikun në një pishin këtu në Prishtinë dhe thët intention over attention, që në gjuhën shqipe do thët qëllimi për para vëmendjes. Pra na kemi thonë edhe herave të kalume që këto dy fjalinesha nuk ishin marë në asë një mënyrë si të randësishme le të themi, në rast që nuk ish me qenë momentume i tilë. Po duken paka shumë si me qenë disë ndaj Elionës, e cila për ndryshe është duke shiju jetën edhe punën në plazh, punën një pëqefi në plazh edhe nuk është të marrë hesh me kësi dedikime në shta të tila. Kështu që po kryo qaj përshtypje është që Klodi është duke pasur reagime tila dhe jo Eliona. Po prap, mbetet musarupi të dëve se qka dhe qysh ku janë edhe qa që ndrënë. Është e vërtet, po zakonisht të personazhet e Big Brotherit e dim që qofse nuk e ka një profesion të caktuar, qoftë këngëtar, aktor që apo dijon, mënyra vetme që me qenë pjesë e mediave dhe me qenë pjesë e titujve të portaleve, janë edhe qëto ngacmimet në për rrjetet sociale që i bajnë. Po sa i përket Klodit edhe Elionës, ata vazhdojnë me qenë bashkë, jënë bashkë, e di që i kanë 1 milion pyetje njerëzit se qysh jënë da Klodi me Elionën, po jo, jënë bashkë, kështu që letë flajnë është lirë ata elators që zakonisht na shkrujnë edhe na shajnë, është edhe shumë ma shumë se sa që duhet, për shkak që na flasim për të tilla personazhe që janë sidomos ish-banorët e Big Brotherit. Tërkohë që lëndrimi, a pozicioni po ka? Emri lëndrimit është laku gëgja shpesh në këtë dyshën. Në fakt është akuzu në rjet nga disa portale, nga disa individ që kanë qenë edhe afër çiftit ose nga disa ish-banor që lëndrimi mund me qenë një arsye për cilën ka pas konflikt ose ka pas në raporte të acaruar mes Klodit dhe mes Elionës, po i njëjti ka zgjedhur me u fokusu veç në pushimet e tij. Në fakt unë e di që ka pas me publiku një këngë gjatë kësaj veret, njëjti ma ka konfirmuar edhe mu vet lëndrimi, kështu që mendoj që unë bashkë me shumë personazhe tjerë që kemi dashur dhe kemi vlerësu atë si personazh jemi të e prit këngën e tij, njëjtë që jemi të prit një projekt televiziv nga ish-banorët e tjerë. Për shembull e di që edhe Klodi me Elion janë të përgatitur diçka, po e di që edhe banorët e tjerë po përgatisin diçka tjetër, kështu që jemi kurioz me pa në çfarë dimensioni na vijnë tash me fillimin e edicionit tjetër të Big Brother. Lëndrimi po duket që është i qetë dhe s'po don më përfshi në këtë dramë pak a shumë, nuk po don as me qenë pjesë e portaleve, ndoshta ka postu dje disa fotografi nga pushimet e tij ku është atje në jug të Shqipërisë, po janë në vende dhe qytetet të ndryshme nga Eliona, se ka pas edhe mendime ose pyetje se çka nëse janë bashkë ndrimi me Elionën në pushime, por që janë në qytetet të ndryshme. Kështu që fituesi i këtij edicioni, po edhe zemrat e publikut, po duket që po do me çnu larg dramave. Pra po mirët me karrierën e vet, pse ka me çka me u marr. Ka pas shumë aludime, sidomos të e marr parasysh edhe postimet e menaxhmentit të Elionës për këtë rastin e Klodit, jo mashkulli nuk e trahton femnën me mashkull. Komentuesit e kanë lidhur me lundrimin, të e marr parasysh që e kanë pas një farë afrimiteti sa kanë qenë Big Brother, edhe komentet kanë qenë që këta
dy mundë me qenë një qift i mundshëm, për foli për Klodin edhe lëndrimin, po e kum pa që lëndrimi nuk ka marrë pjesë në asnjë reagim të mundshëm sa i përket kësaj pjese, sepse e dim shumë mirë që komentet janë thjesht komente, dhe sidomos kur vijnë prej rrjeteve sociale që janë fake, edhe nuk kanë as emër as foto, janë të tilla raste që është mirë mi injoru. Po çka më bën përshtypje të lëndrimi është që unë kum prit shumë a shumë prej ti, të e marrë parasysh që e mur të natë famën e madhe në Big Brother, kum prit që kam e punu shumë ma shumë sa i përket pjesës në muzikë edhe me qenë sa ma shumë ofër publikut. Nuk e di çka është puna ti që nuk u tërheg po mdo këtë një farë forme pak pishtyne projekte muzikore, nuk e di çka është tu sjell në për menaxhment tinaj, se e dim që tash funksionën me një menaxhment edhe i dim se qysh funksionojnë menaxhmentet e na, po kum prit realisht shumë ma shumë sidomos materiale muzikore sa i përket famës që e murë në Big Brother. Shkojmë tek tema tjetër, DJ PM, apo një tjetër shef të Big Brother, se veç ka është analizu që të gjitha lajmet sot i kemi për personazhet Big Brother. Çka po ndodh me këtë DJ PM? Atëherë, gjatë ditës së djashme në disa portale ka qarkulluar një lajm që PM është në pushime me një çik tjetër e cila nuk është Sara Berisha. Ka pas mendime të ndryshme, ka pas, në fakt nga kjo studio ne kemi qenë ndër të parë që kemi diskutuar për një ndarje se për njoftoje të raporteve potenciale mes PM dhe mes Sarës, të njëjtit ku nuk janë prononcur për media, nuk kemi siguri se vazhdojnë të ndiqen në rrjetet sociale, se di që një kohë nuk e kanë ndjek njëri tjetrin, dhe mas kësaj të dy kanë vazhduar me qëndru të heshtën përderi sa nuk është laku emri PM-it në krahat le të themi ose është laku për një personazh tjetër. I njëjti ka reaguar dje, të thonë që para shumë elan të qetë dhe që nuk ka të vërtet në këto fotografi. A i ndër të tjera thë, dua të reagoj publikisht ndaj disa shkrimeve të publikuara së fundi për mua, është e pa pranueshme që të publikohen informacione të pa vërteta dhe të paraqiten si fakte, pa u verifikuar më parë me mua apo me burime të besueshme. I bëj thirrje portaleve që të tregojnë profesionalizëm dhe përgjegjësi dhe të mos publikojnë më informacione të pavërteta vetëm për të tërhequr klikime. Për çdo informacion që lidhet me mua, jam i gatshëm të jap sharimet tim dhe faktet e sakta. Që realisht ky postim i PM-it ka ardhur si pasojë një fotografie që ka qarkulluar në për një portal që as portal nuk muna mi thonë, të e marrë parasysh që e dim që janë të funksionu portalet, sidomos kohën e fundit. Ke fotoja ku PM-i u doke me Almedinën, që është motra e Arvenita Ismailit. Po atë foto ma nuk e pash mas reagimit të DJ PM-it. Do më thonë, DJ PM-i nuk ka reagu sa i përket aludimeve që ka pas edhe ma herët që PM-i pingan mrapa motrës së Arvenitës, tu e marrë parasysh që e kanë ndjek në rrjetet sociale, po çka e pash është që mas keq saj zhurmës në rrjet, realisht jemi në atë kohën ku nuk mund është mi besu asnjë fotografie që të postohet, të marrë parasysh që e dim qysh është të funksionu me këtë inteligjencën artificiale që të merr ty edhe të bën çift me dikën tjetër edhe nuk se vroj menjen që mundën me ta dëmtu imazhin ose me të lëndu tyës edhe me të prek personalisht. E sa i përket kësaj lidhjes edhe shkëputjes me Sarën, nuk kanë reagu asnjëri asnjëherë, as Sara, po as PM-i. Po në anën tjetër kemi pa të dytë në karrierën e tyre është super të angazhuar, që dorën zemër PM është një prej emrave më të kërkuar të industrisë jetës natës. Është në profesionin e tij është një prej emrave për mos thonë një ndër më të suksesshmit ndoshta, sepse është jashtëzakonisht i kërkuar, jashtëzakonisht i dashur prej publikut, gjithë njerëzit dojnë, unë për vete e di edhe nga përvoja që kur janë PM dhe dalin si dyshe, vendi është i tej mbushur me njerëz, pra respektojnë dhe duhen shumë. Për jetën private masane se cilë gjykon në të vetën. Unë nuk e pas nga po fotografinë, për që shpresojmë që PM shumë shpejt ka me pas mundësinë është me sharu vetën edhe me të regu se qka dhe qysh ka të rria të jetës të ti. Po, vesh prapë nuk ka donë përgjigje, vesh dhe me thonë është të i hekë zonat qasën fotografijet, cilën prapë thonë nuk e kom po, që nuk e di për qka për flitet, për në anën tjetër e dina që amri ti shumë është laku së fundme për një prishit raportive ose për një lidhje të re. E kur jemi të lakimi amrave, se kemi të nësishme në shamë informat gjitha lojmet, se mës na i komentuemi masanej. Tjetra është Beatrix Samosa para 2-3 ditë, në fakt e ka pas një postim në rrjetin e saj Instagram, ne dina që tashmë ajo dhe Albani, vllai i saj, janë duke zhvilluar jetën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, aty po merren me muzikë me atë Saudi, po në Albani ka vazhduar me prodhu, kurse Beatrixa ka vazhduar me u përfshi në industri tjera të marketingut dhe kështu me radhë. Më ndihmon regjia, lutem me fotografinë e Beatrixës nëse e kemi. Ajo e poston një fotografinë ku
thot world's best ex-girlfriend, pra çka do me thonë është ishe dashura më e mirë në botë, pak a shumë, nëse mune me kontekstualizu në gjuhën shqipe. Dhe është marrë si dis ndaj Donald. Na e dina një afërsi që ajo e ka pas me Donaldin në spektaklin e Big Brother në Shqipni, kundër të tjera është gozhdu. Ndënë se raporti Donald dhe Borës ka qenë plotësisht i prishur në kohën kur Donald ka qenë pjesë e shtëpisë atje në Shqipni. Ashti nuk ka qenë? Publikisht kanë qenë. Beatrixa nuk e ka di një diçka të tillë. Pra ta zonë, nëse një banor është duke hyrë brenda shtëpisë, se dikush është prish me të dashën e vet, dhe kjo po afrohet për mendimin tim nuk ka asnjë gjë të keqe. Neve na ndodhi çka na ndodhi në Kosovës. Në atë kohë më e ka qenë komenti i Beatrixit, në momentin që Bora Zemani ka qenë pjesë e surprizës edhe putja e famshme që ndodhi mes atij ritakimi që ka pas Donaldi me Borën në Big Brother. Komenti i saj që i qova këtë mahallën pesh të bërtit për dashurinë e juj, që kjo koment i ka irritu njerëzit. Kjo ka ndodhë para se me hy në Big Brother. Po, komenti ka ndodhë para se me hy. Beatrixa ka hy mas 3 jave. Mas që ka qenë Bora Zemani, surprizë, edhe ajo putja famshme që ndodhi në fund. Unë menoj që fajnë këtu ishtë mbaj Donaldi, cili e ka shfrytzu Beatrixën për vëmendje, qysh për asoj kohë dhe për me i të ka ditë shumë mirë që për shfrytzohet edhe në garë. Po ndër të tjera që ka vlejmë për mendë, është që kjo është marrë paka shumë si reagim, asni Bora ka qenë njëjta në fakt që një ose 2 ditë për para ka pësu një fotografi me një buqet madhe me lule, ku shihet paka shumë se një farloj dhuratin nga Donald, sepse ne dim që ata vetë se janë ofër dasmës tyne që pritë me qenë madhështore gjatë kësaj vjeshte, por që ka interesant është që përflitet Bora Zemani me qenë moderatore e Ferma VIP në edicionin e ri që fillon këtë tetor nëse nuk gaboj. Pra e më njësaj që kjo laku gjithandej medjave, nuk ka një konfirmim nga Bora për këtë qashte, që shëmbetet me u pa. Realisht shumica, sidomos tash po flasim sa i përket nivelleve të televizioneve, kemi pas shumë moderatore që kanë dalë prej Top Channel edhe kanë vazhdu me qenë prezentuse në Ferma VIP, po që se cila për tyne mas përfundimit të asaj eksperience, thjesht jënë zhduk, do me thonë jënë harru se nuk kanë qenë ato që një ex-televizion një ka ba. Kështu që nuk dyshoj shumë, tu e marë parasysh edhe të Arbanat e kjo edicioni fundit i Fermës që për menimin tam ka qenë dështim në moderim. Po besoj që njëjtin fat edhe që se Bora Zemani ka me qenë pjesë e moderimit të këti formati, ka me qenë dështim për menimin. Unë nuk pajtoj, menoj që janë disa moderatorë. Pajtu, realiteti është i tillë. Jo, realiteti është. Po që është donë, veç kërimi të harrej sa një personazh që kur s'ka më harru, është Juliana Nura, Gjuli, e cila në fakt dje ka pas 2 postime të cilat kishin pas shef me undale, para ndër të tjera për rastin tragjik në fakt në Prizren, i cili është rasti i 2-3 ditëve të fundit që ka ndodhur për fat keq ku gratë vazhdojnë të vriten në forma të tilla mizore nga më të ndryshmet. Ajo reagon dhe thotë pasha zotin edhe pak me çto lajme asnjë grua s'ka më martuar me bë fëmijë me një burr. Tërë bre, tani thonë Gjuli ja ka bë mirë, normal, tu i pas statistikat e përqindjet më mirë vetë se sa me idiot që myt e ndalon të jetuarin. Ama çish mundesh me bë fëmijë vetë ti si gru? E ka fjallën është pa martesë ose diçka tillë përmes. Po kjo është e keqja e VIP-ve tonë që nuk i bajnë reagime, po nuk din as me reagu, a vëdën. Jo, se mendoj që kjo është marrë me procesin biologjik të krijimit të një fëmije. Dhe tjetra reagime saj. Jo, s'ka mund me met 7 zonë vetë. Dhe një tjetër ajo i përket mjekësisë në mjek nuk jam kur të kuptoj mjekësinë ju kallëzoj. Ndër të tjera thotë. Ka djala çik? Ka dhe djallë dhe qik. Me jetë të qatë. Prap do ta ketë një djallë, një burr, të cilin mund të edukoj. Për të cilin ata burrat të cilët po i kritikojnë. Po unë prap edukata e mirë fillë, sepse nëse unë mendoj që të gjithë njerëzit që na jemi sot, jemi produkti në shoqërisë ose që jemi rritë, kështu që nëse rritemi kujdesim për fëmijë të vogël, do të thonë ajo që tregon disa sfida që i ka si një grua 7 zonë. Po tash çka po ndodh është më është sa dim nga kjo studio. Edhe në fakt prive ka qenë plut na mjeftar, merre fjallën se prive nga Kosova ka për një shtatzanit e një banorje tjetër. Po, ka qenë shtatzania e Bia Khalifës. Që e kemi nxjerrë si lajm. Na do të ta ndërprejmë, sepse për shkak të kohës e morëm emrin me gjatë, por sigurisht do ta elaborojmë edhe gjatë ditës së nesërme më shumë mbi